është deri finali. Prandaj e spostuam sot për të folur disi me qëtësisht. Pa të flasim për ndeshjen Dinamo Vllaznia, e cila u mbyll në baraspesh 1-1, duke lënë gjithçka të hapur për ndeshjen e dytë, ndërkohë do prekim pak edhe ndeshjen tjetër në transfer Partizani Vllaznia, që u fitua nga ekipi Koçiblu 0-2, por do flasim edhe për lojrat me dorë, sidomos për voleybollin, të cilët kanë mbyllur edhe konkurimet e tyre për meshkuj dhe femra, dhe do të vijojmë me pas edhe për futbollin e moshave, ku ekipi atletik e Klub Shkodra ka shkëlqyer, ka bërë një paraqitje dinjitoze në Itali si zakonisht, dhe këtë radhë ka ardhur me 3 trofe, një kup e vendit parë, medalje e artë, një e dytë dhe një vendit trete. Dhe kjo ka vend edhe për futsalën, e cila në këtë fundjavë do të jetë klasiken futsallit shqiptare. Tirana Vllaznia në fakt luhet Vllaznia Tirana, por për efekt se Pallati i Sportit Çaçin Bervishi i Shkodrës është angazhuar me boksin këtë fundjavë, një mirë kuptim mes dy klubeve është vendosur ndeshja e futsallës dhe luhet në kryeqytet. Dhe do të mbyllim edhe me boksin, me një intervistë të kryetrajnerit Zef Gjoni, si flet për turneun memorial të 23-in që zhvillohet në Shkodër në nderim të ish boksierëve e Shkodran që sot nuk jetojnë. Muftuar sonte për të diskutuar për gjithë këto tema, Mark Kroshin, një ish voleybollist në më të mirët e brezit e tij, me pas një trajner poaq i suksesshëm, kampion i Shqipërisë dhe për disa vite edhe drejtues i klubit Shumë Sportesh Vllaznia. Mëse erdhe Kroshi. Nësi se jeni në këtë emision, sepse ne kemi folur shpeshherë edhe për ngjarjet sportive edhe për konkurimit kur ju keni qenë edhe sportist edhe trajner, por tashmë në një rolin një analisti të mërfit, sepse ju shikojmë vazhdimisht duke ndjekur edhe ndeshjet e Pallatit në Sportit të Shkodrës. Arben Parmeza, mirë erdhe. Trajneri i spikatur dhe i dalluar i Akademisë e Futbollit të Vllaznia, që punon me grup moshat, por me shumë pasion. Kohët e fundit ka konsumuar dhe një turne miqësor me ekipet e Akademisë Juventus që luajnë në Londër. Ndërkohë, nga kampi i atletik e Klub Shkodra, sonte është Eder Zmijani. Mirë se erdhe, Eder. Mirë se u gjeta. Një ish futbollist dhe një trajner tashmë i suksesshëm me ekipin atletikut. Vetëm emri Zmijani tregon, Eder, se dinastia Zmijani nuk ka të rreshtur. Nuk ka marruar lash, faktikisht është e vërtet. A se bëhet fjalë që të ketë marruar? Tash ka vazhdu, ma shumë, qysh me parin që ka vazhdu mu marrë me futbol Sadetin Zmijanin, Djerin, me vonë Kakan Hyseni, Luani, Denisi dhe tash në fund jam unë. Shpresojmë që kënë edhe tjerë. Por keni pasur në sportet e tjerë, Barje Zmijanin në sportin e ciklizmit. Po, është e vërtet. I famshmi Barje Zmijani është pjesë e kësaj familje sportive, por urime për suksesin që keni realizuar në Itali. Faleminderit. Do flasim gjithësisht, kamera i ka fokusuar. Janë 3 kupat që unë me përpara i anonqova, i prezentova. Kupa pare që është më e madhja është ekipit e U15, kupa dytë është U11, kupa dytë është U11, U11 dhe kupa e tretë pak më e vogla që të vendit tretë është U13. Mendimin e dy kolegëve të mi të pultit e transmitimit, Ensar Basha dhe Florian Gerdani, por edhe të kolegëve të montazhit, Ledi Dani dhe Orim Hyza, që kanë realizuar edhe kronikat e montazhit, e nisim këtë emision pikërisht me ngjarjen më të rëndësishme, më të freskët, ajo që u zhvillua mbrëm, që u luajt mbrëm në kryeqytet, Dinamo Vllaznia, pati shumë emocione, pati penalti, pati gol për Vllaznin, pati pastaj një gol për Dinamon në minutën e 102, atëherë kur gjithçka u mendua se u mbyll, por gjyqtari Koçi akordoi një penalti. Kronika në fjalë. 2 ndeshjet e para gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë dhuron 2 barazime 1-1, duke lënë gjithçka të hapur për ndeshjet e kthimit. Në stadiumin Air Albania në Tiranë, Vllaznis i iku nga dorë fitoria vetëm në minutën e 11 shtesë të një takimi të mbushur me shumë episode, që nga sekonda e parë tek e fundit. Kryesuesit e kampionatit fituan një penalti në minutën 20.
për faull të portierit Teqja kundër Bismarck. Por pas 2 minutash gjyqtari Andi Koçi anuloi pas më parë pati faull të dodajt ndaj portierit të Dinamos. Megjithatë Vllaznia gjeti golin në minutën e 42, kur Bismarck shënoi një goditje të fortë brenda zonës. Pjesa e dytë ishte mbushur me raste dhe me shumë punë për arbitrin, edhe pse loja në fushë ishte korrekte dhe rrallë herë e rëndë. Në minutën e 52 Dinamo fiton penallti për prekje me dorë të topit në zonë. Por portieri Jukaj grushton gjojtjen e Bregut. Dinamo ngulmon për disa minuta pas penalltisë, por më pas është Vllaznia që luan më mirë, kombinon saktë dhe del shpesh përpara del portës së Teqjas. Në minutën e 82 Jago rrëmben dhunshëm topin dhe vërshon ndaj zonës blu në hyrje të së cilës gjuan, por Teqja mohon golin. Nga goditja e këndit që pason në Sala që rrezikon për Vllaznin. Nga një goditje këndore në kaun tjetër, në minutën e 88 është Jukaj që mohon golin e barazimit Dinamos. Në minutën e 93 Koçi thirret nga VAR për të shqyrtuar një faull të Gurishës ndaj Nezirit. Pasi vëzhgimit të shkurtër, i heq kartonin e verdhë dhe jep të kuqin kapitenit Vllaznis. 4 minuta shes që nisën pas minutës së 91 zgjatën edhe më tepër, pasi në minutën e 99 sërish Koçi thirret nga VAR për një tjetër prekje me dorë në zonën kuqe blu. Tjetër penallti dhe kthehet Bregu në gabon. 1-1 dhe gjithçka do të vendoset në Loro Boriçi. Në Rogozhin Egnatia shënoi herët kundër Elbasanit që në minutën e 5 me Sotën, pas krosimit nga këndi. Elbasani afrohet barazimin në minutën e 36, por shtylla shpëton vendasit. Megjithatë barazimi vjen në minutën e 44 me Ze Gomes. Por për të vlerësuar si rregullt, u desh një vëzhgim i gjatë deri në absurditet, prej 7 minutash para monitorit. Pjesa e dytë nuk sjell më gola, pavarësisht përpjekjeve dhe kualifikimi do të vendoset në 22 prill. Do të vendoset me 22 prill, thekson kolegu ynë i rretëshës Kroçi. Kush mendon se i kalon këto dy çifte? Unë për çifte tjetër nuk di, më thon drejtën, por them që për Vllaznin po kalon një moment shumë mirë. Ka një motiv plus, ka një situatë që po vjen nga fitore në fitore. Ka një shpirt shumë madh gare, që është evident, që është shumë e rëndësishëm në sport. Ky shpirt gare demonstron si situata e mbrëmshme është shumë e mirë. Ka mbështetjen e tifozëve, pra ka gjitha ato gjëra që duhet të ketë një skuadër për me dalë mirë. O them që si mirë Vllaznia do të jetë shumë mirë. Parmeza, si fillim një koment për mbledhjes. Po unë vlerësoj shumë këtë rezultat, këtë lojë. Ma tepër lojën se rezultatin, sepse me të vërtetë jena mërzit që u barazuam në atë mënyrë, në ato minuta shtesë pafund, me atë penallti të thamon dyshimit. Unë do të vlerësoja shumë që në rrështimin që bën ekipi, me lojtarë që ulën në stol kryesor, disa lojtarë me lojtarë të ri të cilët kanë nevojë për minuta, edhe për te ty në ndryshimeve ne arritëm me zjarr një lojë dinjitoze, një lojë ku ne treguam pretendimet tona për kampionat dhe për kup. Ne zorëm këtë lojë dhe arritëm me këtë rezultat duke ruajt vendin e parë në kampionat. Mos harrojmë që ndeshjet janë shumë shpejt tash. Pra brenda një javë janë 2 ndeshje. Pra ka shumë vlera, ka shumë anë pozitive, mënyrën se si u shpreh ekipi, mënyrën se si u rreshtu ekipi dhe si e trajtoi edhe mënyrën strategjike që kishin ndërtuar kundër Dinamos. Mos të harrojmë që Dinamo është ka kanë në pretendentet për të fituar kampionatin, është në pretendentet për me hinë katëshe. Dhe unë vlerësoj shumë mënyrën se si u zhvillu kjo lojë, pra kemi një Vllazni ku lun aty ku është topi, e bën presionin kudo ku është topi, nuk është më ajo Vllaznia ndoshta fas parë ku ka kanë shumë evlushme në minutat e para, pra 20-25 minuta më na ka administruar. Tash i kena një Vllazni konstante, një Vllazni që është e njëjtë nga fillimi deri në fund lojës, që është shumë e rëndësishme. Edhe një herë vlerësoj edhe herë minutat që i dha lojtarëve të ri, edhe nuk janë pak, janë pothuajse gjitha ndrimet e mundshme që mundet me bë brenda 90 minutave. Edhe në mënyrë të veçantë një bravo të madhe për portierin Juka, sepse po tregon me të vërtetë që është një gjevahir i Vllaznis. Po tregon me aq mundësi sa ka dhe matë minutar që po mundohet Milan trajneri, po tregon vlerat e veta. Kështu që një bravo madhe për gjithë lojtarët, për stafin. Mendoj që janë rrugën e duan. Shpreh një farë pakënaqësie për atë që po luhet jashtë fushës së blertë, pra për një gjë që nuk e ka ndorë ndoshta stafi edhe lojtarët, pra unë mund të kemi alloju ndoshta mund të kemi për gjykimin, mund të kemi disa gjëra që nuk jena dakord, pra disa vendime të gjykimit ishin edhe çesharake, o valla një hapsejt duke ardhur nga jashta, pra e din kushdo e din që nuk ka hapsejt kur vjen nga jashta topi. Valla një penallti e cila do pranimin tim është komplet kompetencë e arbitrit dhe mënyrën se si e trajton. Rregulloria është e qartë edhe e din të tanë
për pozicionin e dorës e cila nuk duhet të jetë një pozicion jo normal thuhet, edhe një pozicion i cili nuk largohet trupit. Në momentin e penaltisë thonë, për ne dora ka qenë krejt njësh me trupin e futbollistit. Edhe prandaj po thonë është mirë se si e trajton ai arbitri. Po thosha që edhe për penaltit tonën, e cila mendoj te rasti i Çatos, unë kam pas sa herë atë rast, unë them që ai është penalti për ne, unë nuk e kuptoj pse nuk ka dhënë penalti, por madje edhe karton. Po me dakon e një gjë shumë antisportiv i këtij lojtarit të Dinamos, i cili me të vërtetë për të ardhur keq, i cili në vetëm Shqipërinë nolli, domethënë që musha më i miri, të shash më të mirin se të pret penalltin. Është një gjë se cili ja ul vlerë shumë këtij lojtarit, është një gjë shumë antisportiv. Mendoj që disiplina duhet ta dënojë një gjest, jo vetëm futbollistin, por dënoj gjestin që ka bë, edhe të bëhet shembull që të mos përsëritet më. Në e përgjithshme do thosha unë që Vllaznia po tregon edhe herë që jo vetëm nuk është dëshira jonë, nuk është dëshira e stafit e lojtarëve për të dalë kampion, po tregon me lojë, po tregon me rezultate se është pretendent numër 1 për të fituar jo vetëm kampionatin, po edhe kupën. Ndërkohë që regjia konsumon edhe pak momente nga pamjet filmike që kanë ardhur nga kryeqyteti, jemi në këto momente tek penalltia që ka shënuar krejt në limit Bregu me Eder Zbianin. Parazim 1-1 i drejtë si rezultat? Për mendimin tim mendoj që ishte një rezultat i drejtë. Duke pa dhe lojën se si u zhvillu, Vllaznia pa rastet e saj për gol, po ashtu nuk duhet të harrojmë që Dinamoja pa raste për gol, duke vlerësuar në maksimum portierin Juka për paraqitjen e tij shumë mirë që ka bërë këtë ndeshje, jo vetëm te penalltia, por edhe te gjujtja drejt portë që ka kanë 2-3 herë ka kanë vendimtarën në pritje. Barazimi ishte rezultati po thuajse më i drejtë i këtë ndeshje, është e vërtetë ajo që thotë profesori pa raste 200 për të dy anëve, edhe nga Vllaznia dhe Partizani, ndaj që rezultati 1-1 është më i drejti. Për vetë mënyrën se si shkoi ndeshja, por Vllaznia në ndeshjen e kthimit ka një plus. Ai plusi është faktori i fush. Normal që nikan. Jena losin Shkodër, losin para tifozave tan dhe Vllaznia nuk ka luajtur me formacionin e saj bas. Profesor duhet na falenderu që ka guxu me fut një gjysmëfinale në ndeshjet parë, ka gërshetu lojtar, ka fut portierin rezerv, ka fut Dodajn që herë ka lujt, herë s'ka lujt, po është edhe lojtar tjerë. Edhe mendoj që ata lojtarë që i ka aktivizuar në lojë, ja kanë shpërbly, pasi kanë lujt jo mirë, po jashtëzakonisht shumë mirë, edhe Vllaznia po tregon këtë vit që nuk ka vetëm një formacion bazë. Me çapame me Dinamon, po i kena pa edhe ndeshje tjera, Vllaznia kushdo që hin me lujt, ka dhënë maksimumin, edhe ka bë më mirë se ai që ka kanë fush. Pra jeni e mendimit që ajo që është thënë më herët që Vllaznia ka 2-11 që është të denjë për fushën e lojës. Është vërtet edhe po e vërteton. Neshje pas neshjes po e vërteton këtë gjë. Kena pas lojtar dëmtum, kanë një lojtar nga Stolja kanë bërë shumë mirë punën aty që kanë dëmtum. Mund të them pa frikë që Vllaznia mund të ketë dy formacione, prandaj them që edhe këtë vit është një plus, është edhe një luks i madh me pas 2-1 Futbolli ky është, një të vritet, u vra Kastrati, po e zëvendëson shumë mirë këtë që po e bën tash. E thatë mjaft mirë në fillim për reaktivizimin e Aron Jukës, një portier që me vërtet ka qenë titullar, por dëmtimi i tij me ekipin kombëtar i dha mundësi portierit gjerman që bëri mjaft mirë, duhet theksuar në gjithë këto ndeshje, por pas gjithë këtyre ndeshjeve në Stol, një portier gjen forca, sepse Stoli bën për vete. Jep ato ndikimet jo pozitive. Gjen forca dhe spikat. Pret penalti, po luan mjaft mirë edhe gjatë gjithë ndeshjes. Mundem me thënë që edhe roli i portierit për me zonë formacion është një në rolet më të vështira, se po gabove është direkt fajet, është një në rolet më të vështira në futboll për me rifituar vendin edhe herë. Mund të rifitojnë vendin sulmuesi, mund të rifitojnë vendin mesfushori, mund të rifitojnë mbrojtësi, por portieri është vendi më i vështirë ku mundet me rifituar vendin. Edhe Aroni këtë ndeshje ka bërë paraqitje jashtëzakonisht shumë mirë. Ka pas kurajo edhe ka bërë ndeshje jashtëzakonisht shumë mirë. Përmeza, Dodaj përcaktues edhe në këtë ndeshje, duket që është një
një mbështetje e duhur për teknikun Martini, edhe pse duhet pranuar se në shumë ndeshje, theksoi edhe Zmijani, ka nisur nga stori, ka lutur pak minuta. Këtë radhë edhe goli erdhi nga pasi i tij. Po duhet me pranu, ne njohim që sezonin e kaluar, ishte shumë kontribus në ekipin që arriti Vllaznia vet. Edhe duhet të shkoj një ekip shumë më të mirë, i urojmë suksese, është rikthy për ato arsye që i dina. Po aktivizimi i tij do të thonë që ne më madhe për ekipin tonë. Ai e njeh shumë mirë ekipin tonë, ekipi jonë Savion e njeh shumë mirë dojën, cilësitë e tija. Pra në fushën e ambientimit nuk është ndonjë problem. Problemi është që unë mendoj që tash është problem për trajnerin. Tash me tan këto lojtar dhe me tan këtë performancë që u bën këto lojtarë, më mendoj që tash është një problem për trajnerin, për më përzell më të mirë. Ashtu që thonë që është luks me pas tol, tash është edhe problem për Milan minuta gjithkuj edhe për me zerë një lloj më të mirë. Unë mendoj që deri në këtë moment është të vepruar shumë mirë, edhe po arrin rezultatet, duke ruajt performancën, duke ruajt formën fizike, duke i fresku edhe duke dhënë mundësi lojtarëve. Të fillosh një muaj me 3 mungesa, 4 mungesa të rëndësishme të një muaji, edhe të mos njihet as pak në lojë. Përkundazi, ti je goja fillimit deri në fund. Ti që i bën presion kundërshtarit, ti që i imponon ritmin kundërshtarit, ti që krijon raste, ti që mërzitesh sepse u barazove në atë mënyrë që u barazove, është një gjë shumë e madhe për këtë ekip. Edhe të mendosh që ne po vlozim kupën në këtë mënyrë duke ruajtur vendin e parë në kampionat. Kroqi, ndeshje ishte shumë interesante, ndeshje me shumë vlerë për ajo çfarë bëri përshtypje në opinionin sportiv për ato që ishin prezent, edhe unë me shumë kolektimi ishin prezent në këtë ndeshje, ndryshe nga rëndësia maksimale në ndeshje, sepse gjysmëfinale kupet, stadiumi ishte jo në nivelin e kërkuar, e kam fjalën tek tifozëria. Një stadium thuajse i zbarazet, me një entuziazëm të asaj pakicë të tifozëve shkodran, që në fakt ishin jo të pak në tribunën qendrore, por nuk ishte ajo atmosfera që kërkohej. Dhe unë në fakt pata mundësinë, knatësinë dhe privilegjen ta ndjek ndeshjen edhe me një emër të madh te gazeterisë sportive, është Besnik Dizari, e përshëndesim drejt për drejt nga kjo studio, ikon dhe kolos i shtypit sportiv për shumë vite dhe drejtues i shoqatës së gazetarëve sportiv shqiptar, dhe ajo çfarë konstatoi dhe me të drejtë e theksoi Dizari, problemin e tifozëve. E konsideroj jo pozitive, dhe në sinkron me mendimin e Dizarit vjen edhe një koment tjetër nga një koleg i ynë sportiv Telat Puka nga Italia, që jeton për vitesh në Itali, që ka qenë shumë aktiv në shtypin sportiv, i cili e thekson këtë zbrazti të stadiumit në një ndeshje kaq me rëndësi dhe me peshë. Çfarë komenti mund t'i japim pse kësaj? Jo, problemi i tifozërisë është një problem në veti. Jo, ka momente se gjallëria është, po pse kjo ndeshje e pati këtë? Ajo që unë garantoj ty është fakti që ndeshjen e futbollit e shohin shumë njerëz përmes medjave. Pra, interesi për futbollin nuk është se humet. Një që thoi. Para ekranet e televizorit janë gjithë, e drejtë. Na Shkodan, të fillu prej me, kena do neglizhenca, do momente që nuk e shohim që është ekipi se e dallon trofeun nga trofeu. Nuk është e njëjta tifozëri që mungon për kampionatin kombëtar. Ti je i bindur që të jetë nëse për kampionatin kombëtar aty do të ketë një tifozëri ekstra. Pra, unë mendoj... Si mund të jetë këtë të djelë Vllaznia të Uta në Loro Borisi? Pikërisht pra, janë që dihen ta, por me fol për mungesë tifozërie në Shkodër, që do të më thonë për një Lushnjë për shembull, o në Tiranë, ose në Durrës, që nuk ekziston hiç. Na kena këtë luksin që na mësu me pas tifozërinë edhe mirë është me një skuadën direkt live aty, por në shumë momenti nga si më thonë, trofeu nga trofeu, por jam i bindur që Vllaznia një ka tifozat, ki për ta pati në vazhdimsi se si ka më mush stadiumi, jo vetëm Shkodër për Tiranë. Unë hapa pikërisht këtë temë edhe për faktin e konstatimit kolosit të medias sportive Besnik Dizarit, që e konstatoj edhe një herë përmes ekranit tonë nga kjo studio, e përshëndesim Besnik Dizarin, që është me të vërtetë një krenari, një nder i Shkodrës, cili edhe pse jeton prej vitesh në kryeqytet për Shkodrën, ka shkruar dhe vazhdon të shkruaj me nota me superlativa.
Ndërkohë duke vijuar të flasim për ndeshjen Preku duke të zbijani problemin Devi Bregut në momentin e shënimit të golit Parmeza duket. Parmeza. Po. Regjia e ka pikisht në fundin e takimit është pikisht pjesa e shënimit të golit të penaltisë barazimi 1-1 nga Bregu, është e momenti kur Bregu duke nisur festimin bën një gjest duke pështyrë drejt portierit Juka. Ky është momenti. Ndoshta nëse ka mundësi ta fiksoj me një fotostop, në atë moment do të ishte edhe më mirë. Prosi një futbollisti, mund të themi, shumë i respektuar si Bregu. Ja, ky është edhe një hap përpara mund të jetë regjia se aty konstatohet tërësisht Momentet që kalojmë në duhet jena përgatitur për shumë gjëra. Ja, po, një gjest aty sportiv dhe një futbollist në fakt që ka emër, ka bagazh dhe ka përvojë. Po më mund të jenë shumë i talentuar si sportist, po ka probleme si formim personal. Nuk ka probleme se je sportist i mirë, mund të jesh edhe me siguri është edhe nga ajo pritja e penaltisë parë që ju ka i bërë. Ai duhet më pyet atë, po më marr me këtë punë është gabim, por unë them që Vllaznia duhet jetë përgatitur për disa gjëra. Na kena për shembull një trajner që se ka kosh, shumë të mirë. Por ka vllai problemet e veta që është pak tip sanguin. Ekspresiv shumë është. Kohët e fund po menaxhon shumë mirë vetin, por këtë duhet me transmetuar te sportistat, sepse ka këta sa më tepër që rritet niveli i neshjeve, i kompeticioneve, aq më tepër shtohen vështirësitë. Jo vetëm me lojtarët kundërshtar, po fillojnë edhe mediat, fillojnë ndërhyrjet nga më të ndryshmet, sepse për fatin tonë të mirë ndërthoj se nuk është se po na dojnë fort, jo. Por duhet me kanë shumë përgatitur për këtë pjesë, sepse finalja e çdo moment që kalon, që shkon drejt finales, duhet më shtu edhe kujdesin kashi momentit, kashi neshjes, kashi kundërshtarit. Si më thanë, duhet më mbrojt edhe me këta gjëra të tjera që më mrit me marrë edhe titullin. Është dhënë dora më të mirët. Kështu e ka pas në sport, frima sportive, fair play. Sot më usha më i mirë, si shahet më i mirë vetëm këtu, domethënë, kjo është fundi për mua. Edhe ka kaluar domethënë, ndoshta mund të jetë normale në ambiente të tjera, më usha më i mirë, po më usha më i mirë në sport. Me hera po që e shoh. Ishte një gjest publik se bëri Ai gjest duhet më njëru për mendimin tim, nuk duhet më marrë hiç me të. As kërkosh nuk është se e thotë që ka ba mirë, përkundërzi. Normal s'ka ata në momente tensionit, neshje. Nuk është pjesë e formimit të tij, nuk s'ka lidhje. Me çeceket me herët edhe ekspresivitetin edhe natyrën e Di Martinit, i cili krahas drejtimit kompetencë i bën skuadrës dhe me të drejtë ka fituar shumë trofej tek Teuta, është gati të fitojë edhe 2 trofej tek Vllaznia. Ato polemikat me median sportive, me emisionet televizive, kanë gjallur pak sa interes dhe debate dhe diskutime. Klubi Vllaznia ka dalë me një deklaratë zyrtare që është kundër, dënon replikën dhe sipas klubit Vllaznia dhe trajnerit Di Martini ofendimin që drejtuesi të emisioneve sportive, drejtuesja Sako, konkretisht në kryeqytet ka përcjell tek trajneri i Vllaznisë dhe Martini ka dalë edhe me një deklaratë ku kërkon me deklaratë personale që i kërkon mirëkuptim, falje presidentit Xhaferi, federatës, por nuk e mendon të vejoj komunikimit, prononcimet sa herë të kërkohet nga kjo drejtuesi e emisionit, por nga ana tjetër ka ardhur edhe një deklaratë tjetër sharruese nga drejtuesja moderatorja e emisionit Gerta Sako, e cila dhe jo ka elementet e saj argumentuese në raportet me teknikun Martini. Por shpresojmë se diçka Parmeza mund të shkojë drejt shëshimit, keqardhja unë sepse është një televizion shqiptar që po i përcjell Shqipërisë emocionet me të vërteta, vetët e kësoj edhe e Kroqit, se është ndoshta ky ekran që nuk i shumë veti privon të shkojnë në stadium të e shijojnë përmes këtij ekrani dhe emisioneve, por ka edhe gjëra ndoshta për tu ndrequr apo riparuar. Keqardhja e madhe që nuk flitet për sport, po flitet
për gjëra tjera. Dhe për këtë rast, unë mbështes deklaratën e klubit Vllaznia, presidentit, i cili është në krah të trajnerit Edi Martini. Në mënyrë absolute. Nuk jam dakord me abuzu me pushtetin që ka çdo lloj personi në këtë rast të kësaj prezantuesës. Pra pushtetin ajo e keq përdori për të etiketu një trajner pa qenë i pranishëm. Pra, është largu trajneri Edi Martini dhe kjo e ka etiketuar ashtu si e ka etiketuar. Unë e dënoj në mënyrë absolute, edhe mbështetje maksimale për trajnerin, ashtu siç e ka mbështetë presidenca trajnerin, kreet në mënyrë normale edhe kjo deklarata e trajnerit Edi Martini për s'ka ç'a bën domethënë në studio, unë e mirë kuptoj. Do të jetë me pas sinkron. Unë e mirë kuptoj komplet një person që denigron nuk ke pse ke më marrëdhënie me të. I ka kërkuar në mënyrë njerëzore me kërku të falën, ja s'ka pranu. Mendoj që duhet ta zgjidhim dikush tjetër këtë problem, nëse ka zëra në opinionin sportiv nga të dy krahët që përcillet një thirrje për të ulur tonet dhe për të përqendruar tek futbolli. Po gjithkohësh mund ta bëjmë nga të dyja palët. Ajo duhet të kërkojnë të falën. Ka dhënë një opinion domethënë që nuk i lejohet një ndërtuese të emisionit. Gjithatë është ndoshta me interes të ndjekim me çfarë ka deklaruar Edi Martini më një herë pas ndeshjes, se ku më një herë sapo ka pasur polemikat me televizionin shqiptar, ka folur edhe për mediat e Shkodrës. Dini se Zbjani, pikërisht për këtë temë, keni ndonjë koment? Ta gjana i kena pa edhe në për Europë dhe në për botë, janë gjana si nullin. Mund të kenë ndaj hatërmetje qysh ma për para edhe vjen momenti me plas. Mund duket jo në gjë jashtë normales. Pasi nuk është hera parë që null një trajner, kena pa Mourinhon, e dzojmë shembull tu ngatru me shumë, jo me një, po me shumë gazetar. Që nuk është gjë jashtë normales. Normalisht unë nuk jena këtu për mi dhanë drejt as kërkujt, as njanit as tjetrit, janë gjana që nullin, ata vetë kanë një shëshu gjanat, nuk kanë nevoj për nërmjetës, them që nuk kam nevoj për nërmjetës, sepse i shëshojnë vetë gjanat, se nuk është një gjë jashtë normales, janë gjana që nullin në futbol. Marko, nuk mund të rinë pa të rejtuar këtë qertje, sepse për hirtës e vërtetës se ka marrë për masat të mëdha mediatike dhe në opinion jo vetëm Shkodër, por në shkallë kombëtare. Normale më se ky sporti futbollit është pjesë e jetës qytetarëve. Mi hek shqiptarëve, shkodanën në veçantë, futbollin është si mi hek italianëve futbollin. E dojnë, që është pjesë e jetës përditshme. Por ajo që unë mendoj është fakti që këto biseda janë normale, si për një në krah edhe për krahin tjetër, po thamë në qoftë se po i daj me krah, pra si për Edin, si për drejtuesin e emisionit. Vajzën. Thamë që Edi është më i mëshëm se sa ajo vajza, sepse ka një jetë tanë që merret me këtë punë. Edhe ajo ka, po nuk është se janë nin që nuk e din që të më thonë në futboll. Nuk e din njënjë e tajnë, nuk din njënjë e sportistëve. Por përvoj ka në drejtimin. Përvoj ka në drejtim, po është ndryshe me jetu, ndryshe me punu, ndryshe... Ajo thekson në deklaratën e saj që unë e dua Shkodrën, e dua futbollin, Shkodrën, tifozën, Vllaznin, dhe jep sinjale për një ndoshta edhe për një ulje të toneve të bashkëpunimit. Unë mendoj që Edi edhe Vllaznia nuk ka kohë me hub mu marrë me te. Ajo që ka noll, leti mesin atij moment edhe vazhdojnë jeta, vazhdojnë sportin, nisë përpara. Sepse po më marrë me te, ju gazetarët jeni kaq të mëshëm, e kaq profesionista, sa që e tjerë në bizet që më shkuj lajmi një 2-3 ditë. Nuk është mirë e Edit kjo punë, nuk është mirë e Vllaznisë në rastin konkret. Se profesionalizmi ju i ky është. Për këtë punë jeni jo. Unë e mirë kuptoj edhe atë vajzën që nuk e kam një, po e dhim tash. Jo, kemi prononcimin e Martinit nëse është ka gati. A kupton, është hampet. Edhe Edi është hampet psikologjik. Trajneri i Partizanit, Oltion Kërnaja, ishte atësëruar me gjykimin në përfundim të ndeshjes kundër Vllaznisë, për shkak të anulimit të 2 goleve të shënuar nga Iskanderli. Për supergolin e RTS Sport, Kërnaja tha se nuk ka asnjë kritik ndaj lojtarëve të tij dhe skemat funksionuan, duke parë rastet përballë portierit të Vllaznisë. Jo, nuk kam asnjë gjë më djent. Ne e fituam ndeshjen tonë. Besoj e kemi fituar ndeshjen tonë sot. Pavarësisht se 3 piket me Vllaznia. Nuk e di arsyen, por ne fituam ndeshjen. Çfarë kuptimi? Në kuptimin e golit Vursali Skandali është rekord, mund të them, në Shqipëri, që është golin e parë të anulluar. Po, që është çekuar për
punë 4 sekondash. Është goli i parë në Shqipëri që çku për 4 sekondash dhe tek çekimi dua ta shikojmë sepse nuk jam shumë i bindur që arbitri ka qenë shumë korrekt me ne, por të djemt besoj kam dhënë maksimumin, mos harroni na kanë nxjerrur 3 herë topin nga rrjeta sot, kështu që është pak e vështirë të lush futboll kështu. Trajneri i Vllaznisë Edi Martini tha se ishte një ndeshje e vështirë, e fituar me vojtje, por edhe me disiplinë nga ana e skuadrës së tij. Ndeshje e fortë, ndeshje e vështirë, ndeshje që e dishim që ju do të me vujt, e do të që me kanë shumë disiplinum gjatë gjithë ndeshjes, pa çka se po atë më raste edhe që u zoom në kontrapjet, e kishim marrë masa të mirë, por thash në këto momente shumë e rëndësishme janë pikt, edhe s'është e rëndësishme loja. Në fakt, ndoqëm kronikën e ndeshjes Partizani Vllaznia dhe mirë bërë regjia, sepse edhe kjo ishte në planet e skenarit tonë, konsumuam edhe të ndeshjen e kampionatit, por ajo çfarë ne kërkuam ka të bëjë pikërisht me prononcimin që mbrëmjen e djeshme, tekniku Martini, por edhe tekniku i Dinamos Ilir Daja dhe me pas edhe Kevin Dote që u shpall lojtari i ndeshjes kanë folur për media sportive. Kur ta ketë gati regjia, mund ta transmetojmë. Ka edhe pak momente për tu montuar, sepse në fakt janë tre intervista një herëzi, por duhet theksuar që të dy trajnerët e kanë lënë të hapur përmesa me fatin e kualifikimit 50-50 në Shkodër. Ai mirë kuptoi trajneri Dinamos, po Vllaznia të shikoj përparësi fushën e vet, let përball tifozat vet. Më mendoj që ka më kanë një atmosferë krejt tjetër, shumë pozitive për ne. Lozin fushën tonë, pra për ne është pozitive, s'ka se më kanë për ekimin që u dhon. Atmosfera. Në fakt Marku Martini theksoi që ne mund ta fitonim ndeshjen edhe 2-0, por edhe me 1-0 nëse do të marronte përsëri do të ishte e hapur. Por tashme me barazim 1-1 është akoma me e hapur. Po tash retorikat e trajnerëve mas ndeshjes këta, në fundit gjithë secili mundohet me kariku skuadrën e vet. Mundohet që me bë më të mirë skuadra e vet, sepse këta janë ndeshje që janë me eliminim. Edhe gjithsekush tërheq nga vetja. Por është evident fakti që Vllaznia nuk është njësoj kur lot në Tiranë, si njësoj si kur lot në Shkodër. Kështu që nuk ka nevojë për shumë komente se kush është ma i privilegjuar në kuptimin e kësaj. Pa llogarit fakti pse u bën ndeshja e parë në Tiranë, sepse e ka një rëndësi ndeshja e dytë. A është e hapur ndeshja, sigurisht që është ndeshja e hapur, se futbolli e sporti kjo është. Eder, vetë se kaluam tek ndeshja e kthimit e kupës, ta konsumojmë edhe këtë pikë. Është ndeshje e hapur, normal që është ndeshje e hapur, por Vllaznia ka favorin fush, është faktori fush, e që mi kanë, më mërme, normal që trajneri Daja ka me thonë që është ndeshje e hapur, se edhe realisht është ndeshje e hapur, por Vllaznia ka një marsh ma shumë për Milan Vedit, pasi let përballë tifozave të saj. Është e vërtetë ajo që thotë ju përpara që ka pas pak tifoza, normalisht nga ana Dinamo ja ka pas ka kanë shumë mirë dy fazë të para, ka pas një ramje, ka kanë play-off, ka dalë prej play-offit, tash ka mundu për me murin ngrit, edhe futbollin Shqipni njeket kush është maj, në pëjshofim edhe stadiumet, kush është në kryj mushën stadiumet plot, edhe ka pas një ramje shumë, neshe pas neshe, s'bëm ja pa neshe Dinamos, ka pas shumë pak tifoza në fushën e saj, por duhet të theksojmë që neshe ka kena në mesjavë, ka kena ditë e mërkurre, njerëzit janë në përpuna, dikush nuk mundet të me lanë punën për me ikë me pa neshen, mund të shofin nga telefoni, mund të shofin nga televizori. Shpresojmë që ndeshja e javës tjetër tjetë një orar ma i vonë. A kanë caktuar orarin e ndeshjes? Mas bëjosh është. Do të jetë disi me herët edhe për efekte të asaj që mund të ketë edhe shtesë. Edhe shtesë. Shpresojmë që vinë tifoza, ta mbështesin ekipin Shkodran, pasi ekipi ka diftu stabilitet, edhe tifozat kanë kënë pranishëm në për stadiume. Në për stadiumin e Shkodrës kanë kënë pranishëm. Si asi vit, këtë vit kena pa tifoza një numër shumë më të naltë se vitet e kalume.
Në fakt, opinioni u mësua me traditën e tifozërisë shkodrane, sepse sidomos në Albania, në stadiumin kombëtar, është sistematikisht e pranishme dhe dominon shkallët e stadiumit, por këtë rrallë, siç e tekim edhe më herët, kishte një farë zbrastie dhe një numër më të pakët, po shpresojmë që të kompensohet paktën siç tek Suelli Kroçi të dielën për kampionat, sepse edhe këto peshin e trofeve tifozëria ndjen, e peshon, kur luhet për kampionat dhe kur luhet për kupë. Të dy janë të rëndësishme, por kampionati ka pesh tjetër. Gjithsesi tashmë nëse jemi gati për të ndjekur teknikun Martini? Vjen keq që lash këtë që u bën në barazim, megjithatë edhe po të ishte 1-0 nesër do të ishte tërësisht e hapur edhe në Shkodër. Për gëzoj djemt, lash 3-4 vjet pushim sot, ndrova edhe 3-4 tjerë minutë 60-70 për milion pushim për nesër e diles. Normalisht në vjen keq, sepse meritoshin fitoret. Du të shoh një rast të qatos, sepse mendoj që ishte penalti. Nuk e di, po gjithsesi komplimentoj djem, bravo i qoftë. Kanë edhe nesër tjetër, mirë presim Dinamo në Shkodër. Kur tha që la pushim disa prej titullarëve, kjo tregon që keni besim edhe tek lojtarët që luten? Nuk diskutohet që po, kam besim të plot ata, edhe do t'ja dalim. Një Jukaj i shkëlqyer, por ndoshta mund ta kishte mbyllur edhe Jago edhe Dros. Pikërisht vjen keq, prandaj them vjen keq sepse kishim tana mundësit për me fitu nesër, ta mbyllshim me 2-0, gjithsesi komplimentoj djemt edhe nuk jam thellësisht i mërzitur sepse dhanë maksimumin fushë lojës. Sa janë shanset tashmë të Vllaznisë për të shkuar në finale? Po edhe 0-1 edhe me 1-1, shanset do ishin 50-50, sepse goli fushë kundërshtares është mo, edhe 0-1 mund të humbë Shkodër, 0-1 tash është 1-1. Megjithatë ne del për detyrë fitojmë, edhe del për detyrë me shku në finale. Martini, bojkotuat intervistën për televizion publik shqiptar në shenjë proteste ndaj prezantuesës? Po nuk mundet një prezantuese me lekë që i paguajun televizionit publik, që më tepër një televizion publik, që mundet mu tallë me një lojtar me ngjyrë, mundet me i thonë një albitrit aty që vjen një gjyslyk, një tjetrin e këshilla mas shoh mesazhe, një tjetrit i thotë shife a është penalti, a s'është penalti, edhe arrin kulmi që mu më thotë i pa edukat. Nuk ka shanse me më thonë pa edukat, jo pas as kërkosh edhe sa tjetër në drejtim të atij emision do bojkotoj gjithmonë. I kërkoj falje Federacionit Shqiptar të Futbollit, i kërkoj falje presidentit Xhaferi, por ndërtimin e një gazetare të tillë nuk pronësoj më. Kupa ka specifik tjetër, ndoshta Vllaznia ishte pak më lart në atë shpirtin e garës edhe në dy luftime. Kjo edhe nga rotacionit, sepse u pa që ne kishim bërë rotacion me 2-3 lojtar, Vllaznia me 5, pra kishin dhe një gjendje më të freskët fizike. Por që për sa i përket rasteve, besoj që mund nëse do të kishim shënuar dhe me atë penaltinë e parë me Bregun, ndoshta mundet kishim fituar ne, por mundet ta kishte fituar edhe Vllaznia. Besoj që pak më sipër në drejtim të lojës që ndroi Vllaznia sot, ndërsa për specifikën që ka kupa, për rezultat më i drejtë ndoshta sot ishte barazimi me atë që paraqiten të dy ekipet në fushë. Ky barazim të ndeshjes së ekipit në Loro Boriçi jep më tepër besim dhe optimizëm. Ajo që sot për shembull që mund të ishte një element pozitiv nga ekipi jon, ishte që nuk u dorëzuan deri në momentin e fundit, pavarësisht se edhe Vllaznia ishte gjatë gjithë kohës në lojë, sepse kishte edhe ajo situatat e veta ndoshta për të shkuar edhe te goli i dytë, por që sigurisht në një ditë jo të mirë të ekipit ton, të marrësh një barazim me Vllaznin prapë është rezultati i mirë. Atë i shpreh 50-50 shanse. Do të dajmë kështu? Po mendoj që shanset janë 50-50 sepse është vetëm një ndeshje për të luajtur. Dhe mendojmë që edhe ne dhe Vllaznia do t'i luajë shanset në maksimum, kështu që besoj që 50-50 është pavarësisht se ndeshja luhet në Shkodër dhe Vllaznia është në fushën e vet, por që edhe neve do bëjmë maksimumin sepse edhe ne e synojmë finalin. Në kampionat fitoret e Elbasanit do të arritur shumë, moralisht por edhe në pikëzim.
Duhet të vazhdojmë ecurinë edhe duhet që përveç kupës neve këto ndeshjet që kanë mbetur, nëse duam që ta shohim veten në 4 ekipet më të mira, duhet që t'i marrim si finale dhe ashtu do t'i bëjmë. Do mundohemi në maksimum, pastaj të shohim se çfarë do nxjerrë gara deri në fund fare. Si vendodhe urime në trofeun, lojtari ndeshjes të grupuat maksimalisht gjatë ndeshjes, por edhe tek goli gjithmonë. Po, jam i lumtur për këtë trofe, por pak i zhgënjur me rezultatin të ndeshjes sepse meritu më shumë, po ky është futbolli, do ta pranojmë. Ju pak me të gjithë mërzitën të fundit të ndeshjes, do të dështohen me arbitrin. Po, ishin disa episode si aksioni me Klinti Çakën që arbitri ndaloi, unë shënova gol, por ti s'mund ta ndalosh aksionin pa mbaruar, vetëm për këtë aty po e bëj mendjen gjithë dhe jemi pak mërzitën për atë rast, sepse mund shkonte loja 2-0. Morit shumë vlerësime dhe kur golit nga fusha lojës nga tifozëria në stadium. Ka detyra eme që më asistuar se më bë gol kur hyn fushën e lojës, ndjemi lumtur deri diku. Ky barazim në transfer do të konsiderohet pozitiv. Ka vështirësi të ishit damontar deri në shtesë. Në hymnoj që me fitu, që me shku pak ma qelë Shkodër, por tani gjithçka është e hapur. Do ishte e hapur edhe 1-0, por prapë se prapë ne do shkojmë Shkodër që të fitojmë ndeshjen. Dhe për ne s'ka ndonjë problem, edhe sikur të humbim sot. Ndeshjen, por edhe finalen një shprehur, në kohën dy fronte. Po patjetër do arrijmë që të fitojmë kampionatin dhe kupën. Faleminderit. Këto ishin dhe deklaratat më njëherë pas ndeshjes dhe po ndalemi tek ky i fundit, tek Kevin Dode, sepse gjatë kohës që po transmetoi kronika, pati diskutime këtu dhe na tha një fakt interesant. Eder Özmiani, trajneri i Atletik Klub Shkodra, që Kevin Dodajn e ka tërhequr Atletik Klub Shkodra dhe pikërisht presidenti Elton Bungaja, që për momentin është në Amerikë, përshëndesim nga kjo studio, pra është marrë nga Puka, sepse është ideal Pukjan, që është rritur në Shkodër. E saktë kjo? Është e vërtet, gjej rastin edhe ta përshëndes presidentin Elton Bungaja për sakrificën e tij që ka bë, që e ka marrë Kevinin që ja ka shtu dëshirën për mu marrë me futboll në fillim. E ka shku, kishte rastin e përndeshje, nuk kishin mundësi familja e Kevinit për me pru, a detyru për së Eltoni për me shku me marrë deri në Gomsiqet e Pukës edhe për me pru për me bë ndeshjen në Shkodër. Sepse aty ka familjen në Gomsiqet e Pukës. Po. Bukur, një fakt që për herë të parë në fakt e dëgjojmë dhe përgëzime për Atletik Klub Shkodrën, por edhe për presidentin Bungaja që pas ka kontribuar që në momentet e parë, që në moshën 7 vjeçare? 7-8 vjeçare ka kanë kur Kevini ka ashtë bë pjesë e jona. Dhe me pas urrit tek Akademia Vllaznia apo jo? Nga mosha U15 që kemi kryne, ka kalu te Akademia Vllaznia. Dhe gjej rastin e ta përshëndes edhe Kevinin, ka kanë gjithmonë. Është prap një djalë shumë i përkushtuar, është një djalë që e don futbollin, edhe inshallah jetë më. Bukur. E mbyllim këtu edhe komentin për ndeshjen Dinamo Vllaznia, por konsumuam edhe aty të mëparshme në Partizani Vllaznia 0-2, kalojmë tek Pragnesja, shkurtimisht për Pragnesja Vllaznia Teuta, sepse kemi diskutime për lojrat me dorë, por edhe për Atletik Klub Shkodra që ka sjellë në këtë studio 3 kupat e fituara në Itali. Përmeza, Vllaznia Teuta luhet në orën 19 të ditës së diel, të fundjavë. Java e 31 të kategorisë A Biznes Superiore. Unë mendoj që ka kohë që nuk ka rëndësi me kellet. Të shikoj rëndësi që i nënë vetë parë, edhe duhet më rritë në parë. Kjo është objektivi kryesor, mallor që ka Vllaznia. Unë mendoj që deri në këtë moment ai në rrugën e duan, me strategjitë edhe me mënyrën se si po let Vllaznia, e drejtuar prej trajnerit e Martini, mendoj që në rrugën e duan. Deri në këtë moment nuk na ka shkënjy, edhe unë shpresoj që të vazhdojnë kjo rrugë suksesesh. Unë jam shumë i kënaqur me rezultatin, jo me rezultatin, po me lojën që bën Vllaznia me kundër Dinamos për kupë. Ashtu edhe mënyrën se si e administroi lojën me Partizanin në Tiranë. Pra janë dy ndeshje që ka bërë Vllaznia jashtë në Tiranë, me cila më merr mend janë testet më të mira për ekipin, me ekipe shumë të forta, me ekipe që po lozin fort edhe për me kanë pjesë të katërshës, edhe janë dy ekipe të kryeqytetit. Edhe kena luajt si kampiona. Por edhe Teuta e fundjavës që është dhe Mysafiri në Shkodër e tenton katërshën.
Dhe ndoshta duke synuar një fitore në Shkodër. Edhe herë thash, nuk po merrem as pak me kundërshtar. Një parashikim pa zgjatur shumë komente sepse kanë ecur minutat. Po nuk mendoj as gjatë përveç fitores, kjo është as gjatë përveç fitores. Me shifra. Shifra. Shifra është pak e vështirë, po. Me këtë formë që ka Sulmi, edhe 2-0. Me gola? Gola. Shpejt. Kallaku bala. Kallaku bala, bukur. Kallaku po kalon një formë me të vërtetë jashtëzakonshme, madje në komentet mediatike ka zëra se propozojnë mund të jetë një 10 tipik i përkombëtarit. Po bëjmë një gabim, duke përmendur emrin ne po imponojmë një mëshë. Një mëshë është kompetencë e njerit. Po pa di se kush po hin të një mëshë. E mbyllim po mos zgjatemi më shumë. Zmiani, Vllaznia Teuta luhet të dielën në orën 19. Mendoj që është një ndeshje delikate, pasi të dy ekipet kërkojnë fitoren. Ba me pa historikun me Teutën, është një ekip që vitet e kaluar është në Universi nesh edhe ka marrë rezultate në Shkodër edhe në Durrës. Mendoj që është një ndeshje delikate, por na kena një fat që kena profesor Martinin. Është një trajner që ka kënd të Teuta, e din mentalitetin e saj atij ekipi, e njeh skuadrën, pak a shumë një të lojtarë janë që ai ka stërvit, dhe mendoj që ndeshja me Teutën ka me ditë me rështu ekipin në mënyrën më të mirë të mundshme për me fitu ndeshjen. Shifra, parashikimi, aty e kemi kthyer në traditë e këtij emisioni. 3-1. 3-1. Autor të golave? Bismarck, Doda edhe Kallaku. Edhe unë jam për të Kallaku pasi ka diftu jo vetëm të ndeshjet e fundit, po as gjatë gjithë sezonit, bëmi ja marrë performancat ka kënë një nër lojtarët marrë të mirë Vllaznisë. Unë besoj edhe tek Bala për një gol. Edhe Bala se ka kohë që nuk ka zhbuku, por edhe Bismarck po tregon një formë shumë të mirë. Kroqi, shkurtimisht. Si me pa unë shoh pak se si tani rëndësi ka më vlerësu çdo takim. Është takimi i rrallës, edhe me fitu, dhe kaq nuk ka rëndësi se kush shënon e kush nuk shënon. Me marr ato pikë që na takojnë dhe me mendu për ndeshjen e ardhshme. Nuk po të lodhim me të bëj lëm me Kroqin, mjaftuan parashikimet e 2-0 të Parmezas dhe 3-1 të Eder Zmianit. Kalojmë një herë te Glorat me dorë, voleybolli ka qenë në vëmendje, edhe basketbolli pak më herët, por voleybolli ka mbyllur kapitullin e sezonit. Ekipi i Vllaznisë në voleyboll për meshkuj u përpoq shumë të kalonte në gjysmën finale, por u eliminua në Shkodër nga ekipi i Erzenit të Shiakut me 2 humje. Humja e parë në Shiak 3-0 dhe humja e dytë në Shkodër 2-3. Ndërkohë që edhe ekipi i femrave pak më herët e ka mbyllur sezonin duke mos arritur të futet fare në fazën e play-offit, madje duke rrezikuar që të largohet nga kategoria, të do të luajë një ndeshje shtesë play-out për të mbijetuar në kategori. Mark Kroqi është një njohës i mirë i sportit të voleybollit dhe jo më kot e kam ftuar sepse shikoj në çdo ndeshje të voleybollit dhe të basketbollit, por sidomos kur luan voleybolli si për femra dhe meshkuj, zë atë shoshën e tij në tribunë nuk preferon të jetë në tribunën VIP sepse i takon si ish voleybollist, i takon si ish trajner kampion, por edhe si ish shef i klubit, por nuk e kuptoj kjo, pse që doni kaq larg tribunës VIP aty ku vendi juaj është i duhuri. Më falë, po është elementi. Dhe ju shikoj në një është elementi më pak i rëndësishëm për mua, më thënë drejtën, kur nuk e kam vlerësuar si tillë, pavarësisht fjalëve që thotë, universal fjalë që thotë, po personalisht unë nuk kam vlerësuar, unë preferoj me e pa, aty kam pa disa ndeshje, kam pa me këtë rrallë në ndeshjen e Vllaznia Erzeni ju pash në shoqërinë e Gledis Lloshit, edhe Ditmir Rashketa. Ditmir Rashketa. Disa ndeshje që njehum ekipin. Janë voleybollistë tuaj me të cilët jeni shpallur kampion. Janë 2 kontribues shumë të rëndësishëm të titullit kampion. Edhe gjatë kohës debatojmë, flasim si shkon këto. Është fusha juaj. Është shumë e rëndësishme me tek voleybolli. Njësoj si e shohin to zotënit të ndeshjen e futbollit, njëri me tjetrin flas me kompetencë, edhe ndryshe me fol me shku me pa një ndeshje me një çist sashti i profilit. Kështu që na kena zgjallë këtë mënyrë me pa ndeshje të bashkë, do të kena pa disa ndeshje bashkë.
Çfarë bëri përshtypje tek Vllaznia Erzeni që nëse do të fitonte Vllaznia do të shkonte për ndeshje të rreth, por e mbylli këtu. Ishte një ndeshje shumë kompetitive, ishte një ndeshje shumë me rivalitet, kishte momente shumë bukura, kishte momente ku lojtarët të dyja skuadrave dhanë maksimumin, sikurse edhe jo nuk bane mirë, por kjo ndeshje për mendimin tim ka pas disa gjëra shumë të mira. Unë vlerësoj të Vllaznia të kjo ndeshje vlerësoj shumë me pasusin, që pak flasim për te. Ka pa një lojë shumë të mirë, një lojë që ki pas qef me e pa. Çekini keni fjalë? Çekini, po. Fation Çekini është Fationi ka kanë një veteran që i brezit tuaj. Po do ta ceku më vonë ndoshta pjesën e këtyre. Por edhe Julej ishte Gersi Jula. Gersi një fantastik, ishte një formë shumë mirë sportive. E vlerësoj edhe tekniku Kalaja pas ndeshjes. Është për të vlerësuar sepse me siguri që ka marrë shumë pikë. Pra, këto dy ishin lojtarë shumë të mirë të Vllaznisë. Kurse për pjesën tjetër, mase orientohem biseda dhe mas intervista që ki organizuese, se shoh këtu që kanë dhënë dy personazhe, kanë dhënë dy intervista. Edhe mas e më ndihmon edhe për një debat më... Jo, në fakt ato mendohet që ti transmetojnë në fund, por nëse regjia do t'i ketë gati, dy intervistat, ndërkohë që ne vazhdojmë komentin, jep kohë regjisë, kolegëve Basha dhe Gerdani që të përzedhin Dorian Tafen pas ndeshjes Vllaznia Erzeni 2-3 në volejboll për meshkuj dhe Artan Kalaja. Artan Kalaja pas ndeshjes Vllaznia Erzeni dhe Dorian Tafa pas ndeshjes Vllaznia dhe Teuta që u luajt në Shkodër dhe u mund nga ekipi i Durrësak. Këto dy intervista i dua blok. Kur t'jeni gati dua një sinjal dhe Kroçi e vijojmë tashme për mbylljen e sezonit. Në përgjithësi edhe një opinion. Kjo është e vërteta që kjo që më kërkon mu faleminderit që më jep mundësinë me fol. Por jeni person i dur. Jo, unë jam këtu gatë adisja punës, unë jam këtu si personal, si individ. Nuk është se përfaqësoj një shoqat, përfaqësoj bashkinë kur do të jam. Thjesht unë apënimit e mia se si e shoh punën, patjetër që me një sens pozitiv, në mënyrë që me ecë voleybolli përpara, por jo se thamon edhe kështu është. Gjithsesi unë e kam njeh në tanësi historinë e ekipit, si të vajzave dhe si të djemve, edhe kam shumë pikë pyetje se si mundet me më rritë gjenja në këtë nivele. Është i gjeni jo e mirë, është i gjeni ku ekipi vajzave është prak dështimit, që është po thona se Shqipja është pak e varfën, është turp, që një ekipi Vllaznisë, voleybollit me emër shumë madh, me dalë një kategori më poshtë. Unë nuk shpresoj që mos ndodhi, por që gjasat janë për me ndodhi. Ato vajzat shpëtuan në vjet, të edhe vjet kanë para një situatë të tillë, kurse djemt kanë disa sezone që nuk marrin, nuk kanë realizojnë ato objektive që i kanë bu vetë. Janë 2 sezonet e fundit që situata nuk është e mirë. Janë 2 herë që Vllaznia del vend 6, nuk është normale as për ekipin e voleybollit të djemve, kjo situatë. Sigurisht që këta situata për medalë më tanë duhet një analizë, jo prej mete, prej paneleve televizive, po duhet një analizë prej kompetentave. E kompetentat janë bashkia, janë edhe shoqata. Janë 2 institucionet të cilat kanë marrë përsipër që me zhvillu voleybollin me anë të mjeteve tyre financiare dhe jo financiare. Sa e përket bashkisë, unë them që është shprehje evidente që bashkia ka dështu. Ka dështu në modelin e saj që ka tërsa vjetë që operon, që zbaton, të mbështet shoqatat e ndryshme në mënyrë të çantë shoqatën e voleybollit. Kjo situatë duhet analizu dhe duhet të ketë një vendimmarrje sa më urgjente që në mënyrë që edhe ekipi i djemve mos shkojnë aty ku kanë shku vajzat, se gjasat janë për me shkollë këtati. Ma kërko, bak me jere se
Ke nevojë që të ndiqni edhe dy prononcimet e trajnerëve, kolegët e mi Basha dhe Gërdani janë gati. Të ndjekim prononcimet e trajnerëve Artan Kalaja dhe Dorian Tafa. Them që Erzeni është 2-3 skuadrat më të forta, të kaloshim Erzenin, ne ishim pretendenta për titull. Por gjithsesi blerjet e fundit të Erzenit nikunin rezultatin e neshës. Gjithsesi, unë i falenderoj çunat për luftën dhe shpirtin e garës që ato dhanën. Arritën nga 2-0 të shkonim 2-2 dhe seti fundit ishin gabimet në shërbim që ne na penalizunin. Tre humje radhazi krijunin diferencën dhe ne nuk ishim në gjendje për të realizuar të ëndër që ne kishim, për të realizuar që ne ishim përgatit. Unë mendoj që të mundishim Erzenin, ne do të ishim pretendentët numër 1 për titullin kampion. Fati na radh me ta dhe unë them që pikët e fundit ne na penalizonin. Ishin shumë neshje që na kanë penalizuar. Nuk arritme të finalizojmë në pikët e fundit. Unë mendoj shërbimet e kemi theksuar shpesh herë shpërderoj. Asa janë reprezentativ të neshjes? Pavarësisht nga udhëzimet që dhash që shërbimi duhet të ishte i sigurt, nuk u arrit, unë them që as ata nuk doshin, por ç'a të bëjmë? Kjo është loja. Kjo është, po më vjen keq sepse jemi përgatitur mjaftueshëm mirë për të përballuar këtë kampionat. Dhe unë mendoj që ne kena bërë ndër kampionatet më të bukura të këtyre 3-4 viteve të fundit. Dhe du të them sepse edhe kampionati u bënën shumë skuadra cilët investunin për të arritë në nivelet e larta të lojës. Unë them që ky ishte nivel shumë i lartë, sepse kundërshtari ishte me shërbim të fortë, me blok të fortë, por ne ditme të paraqitën. Unë do të çoj Gersi Julen, i cili ishte në qendra jonë, i cili ka bërë edhe shumë pikë, por gjithsesi ne do të analizojmë dhe do të nxjerrim mësime për kampionatin e ardhshëm. Vllaznia mbyll këtu sezonin. 25-26. Një notë nga ana juaj. Nota 7. Nota 7. Sepse ne disa neshje i kena humbë me pikë të fundit. I kena humbë me 2 pikë, shumë neshje. Ju e keni pa edhe neshjen këtu me Tiranën 37, 35, 28, 26. Pra kjo tregon që ne kishim forca. Ndoshta fati, ndoshta mos kujdesi në pikë të fundit, por gjithsesi kjo është loja. Ne luftume, va me shpirtin, por kaq ishin rezultatet. Një fazë shumë të rëndësishme të kampionatit që është çerek finale dhe duhet çdo ndeshje mu impenju maksimalisht, sepse është mundi i gjithë vitit. Dhe di me thonë që vetëm 12 ditë mund kënë pushim për këto vajzë dhe utet majtë gjatë sezonit vesh. Kështu që ja bëj një punë besoj e mirë. Atëherë mbrapa sporti është edhe pjesë e fatit. Deri tani mirë kemi shku. Fitoria e pasër 3-0, por pati edhe momente rivalitet, sidomos seti i dytë pati shumë barazë. Po, e saktë është kjo pjesë, po këto janë vajzat e reja, normalisht njënë edhe pjesën e pak presionit, emocionit që kena diskutu dhe më përpara që duhen orë punët, shkurt, duhen orë punët dhe ndeshje sa më shumë. Dhe tash mirë janë përgjithë dhe këto situata nollin, nuk ish marrë më dot. Jeni shprehur se me këtë grup vajzash ju premtoni, jeni me optimist për të ardhmen. Po, besoj që flet vetë puna vetë, a kupton, dhe siç e kam thënë edhe përpara, ta ka ndihmu dhe tek ekipi i parë të rritën, dhe them që besoj ne do arrim rezultate të mëshme. Okej, nuk duam që më përnocu përpara, me thonë jemi pretendentë e tjerë, por duhet të them që ne na duhen rezultate të mira. Duke shikuar vazhsinë e çërisë të kampionatit dhe këto në ndeshjet e play-off, them që do kena rezultate shumë të këndshëm dhe besoj do sjellim diçka që mund të ndërsa vite në Shkodër, i ku për U18. Kjo fitore e pasur në ndeshjen e parë të Arsenalit 3-0 në Shkodër,
Është garanci për kualifikim në ndeshjen e kthimit? Po, se në ndeshjen e dytë luajmë në Pogradec, javën që vjen. Tham që është shumë e rëndësishme që dhe atje do pretendojmë që me marrë rezultat pozitiv. Nuk ka rëndësi ku luajmë sepse ne na duhen fituaret, asgjë tjetër. E synon trajneri Tafa këtë trofe? Unë e thash, përpara thash, nuk du që të na kapin euforia. Them thjesht, ne do shkojmë, besoj që të cellim një kupë në Shkodër. Çdo ndeshje për ne është impenjim maksimalisht. Ka pëndoqëm ndërvisat Kroqi dhe këtë rast teknikut Kalaja që foli për ekipin e triturve të meshkujve, tekniku Doran Tafa komentoi edhe ecurinë jo të mirë të ekipit parë të rritur, por ka një optimizëm për brezin U18 dhe kjo intervistë është realizuar me njerë pas fitores në play-off me Pogradecin. Ekipi i vajzave Dorit është një ekip që ka shumë vajza që premtojnë për të ardhmen, ka shumë vajza që kanë perspektivë të qartë. Profesor Dori punon jashtëzakonisht mirë, stërvit ekipin çdo ditë, nuk një festa, pra e ka me shumë pasion edhe është, në qoftë se ka rezultat ekipi, është fruti i punës tij. Edhe është për të falendëruar, për të përgëzuar publikisht. Sa për ekipin e djemve, nuk po mbi dakord për disa gjëra, pavarësisht se mendimi im është i jemi. Profesor Tani është i kënaqur me rezultatin, punë e tij është punë i shoqatës, është objekti i punës tyne. Unë nuk mund të jem dakord me këtë paraqitje që ka Vllaznia, unë nuk mund të jem dakord për problemet që ka bërë Vllaznia. Janë 4 probleme, 3 janë skandaloze, 3 janë numra kot që nuk kanë për absolutisht asnjë gjë. Unë nuk mund të jem dakord gjithsesi edhe me përbërjen e ekipit ton, ku 3-4 vetë janë mi moshën 35 vjeçare, që nuk premtojnë kur gjë për të ardhmen. Një kohë që në historinë rezerva janë disa të ri që unë, ashtu si e shoh unë sportin, ashtu si e shoh unë voleybollin, duhet të ishin pjesë e formacionit. Është Tajlani për shkak, është super lojtar, ai duhet të ishte në formacion. Është ky pasuesi, është një pasues Duro, që ai duhet t'i jepte mundësia për me luajtë se s'ban. Në kohë vitet kalojnë, sikurse unë nuk mund të jem dakord që në këto kushte disa lojtarë shumë të mirë të Vllaznisë, të moshave të reja që po diskutoheshin edhe në ikur për Vllaznisë, nuk mund të jem dakord, sepse janë talente që janë stërvit këtu, kanë bërë mund këtu, kanë një kujdes prej ekipit. Duhet mi mbështet që mi jellon besim për një fitim. Unë e thash krejt qartë, sepse nuk mundet 3-4 vjet që janë mi 35 vjeçarë për disa vite më radhë kur edhe nuk merr edhe rezultat. Kjo është problemi, se me marrë një rezultat dakord jam, po s'po merr rezultat. Rezultati është jo i mirë, jo i pritshëm. Si e shikon të ardhmen? Ka ndonjë optimizëm, shpresë për ndryshimin e situatës? Për natyrë jam shumë optimist, por me këtë përbërje që ka ekipi nuk shoh kur gjë të mirë. Nuk shoh kur gjë të mirë sepse nuk po jepet mundësia të rive për me lujt. Trit kanë nevojë për orë punë, kanë nevojë për me lujt. Nuk është se mund presin pa fund, se tanë ata që kanë losin sot, që janë bërë 35 vjeçare, kanë hyrë herët në ekip. Pra ja dhanë mundësia, këtyre ja dhanë mundësia për me lujt që i vazhdojnë losin edhe sa sot. Ndërkohë që ciklet janë cikle. Nuk mund të vazhdo pa fund një lojtar. Për më tepër që ka mundësi djemshtëri, ka mundësi e talentesh që janë aty afër që më përfshin skuadrën. Çfarë tham unë? Pikë rëndësie s'ka. Rëndësia ka, kjo është momenti që Vllaznia duhet më ndërru për pa shku te kur mos bëm si tham unë, pa shku te kolapsi. Nëse vazhdojmë kështu, me këtë çfarë them që Vllaznia nuk ka gjë për të rrezi. Por kjo duhet me kenë shqetësim i atyre që marrin me këtë punë. Jo vetëm i opinionit publik edhe specialistëve në të veçantë. Duhet me kenë shqetësim i bashkisë, duhet me kenë shqetësim i shoqatës, i këtyre që drejtojnë ekipin, në që situata më ndryshu në mënyrë urgjente, sepse sporti nuk ka kohë shumë. Nuk ka shumë kohë në dispozicion për më ndryshu. Në kohë tjera ikun, nuk mund të me blej, me bën lojtar blejme që në fakt ke lojtar edhe nuk aktivizon. Pse ka një emën braziliana që mund tjetë është blejme skandaloze.
Pra, me atë fash shikohet tek edhe analiza e Kroqit, duket se blerit ato merkato lojtarët e huaj kanë qenë ndoshta jo në nivelin e duhur dhe aty mund të kërkohet edhe përgjegjësia për rezultatet jo të mira që Vllaznia nuk ka arritur të shkojë deri në finale. Përgjithsesi ne do të jemi në kontakt edhe me ekipin edhe me shoqaten, me trajnerët për të mësuar trejat më të fundit për riorganizimin e ekipit. E mbyllim këtu, nëse keni diçka tjetër për apo thjesht faleminderit që ke ftuar. Sa të herë kemi mundësi të vim. Faleminderit shumë për analizën tuaj sepse jeni një jetë të tërë me sportin, por krejt shkurtimisht kam disa foto të dekorimit nga ana e Federatës Shqiptare të voleybollit për një grup voleybollistë të Shkodran, veteranë të Shkodran të nderuar që regjia më njëherë po i jep është ceremoni me rastin e 80 vjetorit të Federatës Shqiptare të voleybollit që ne kemi përzgjedhur këto foto, është Mark Roçi, Nora Deda, Aleksandar Liçeza, Artan Kalaja, Besnik Lisha dhe Sokol Halili. Harrova ndonjë? Këto ishin ato që u dekoruan? Jo, nuk i harru, po këta persona që Federata ka vlerësuar janë ato që kanë pjesëtar të ekipeve kombëtare edhe që kanë marrë medalje. Nuk janë, si më thonë, çdo antar se ka pasur sportistë atje që kanë antar të ekipeve kombëtare. Po këta janë që kanë marrë medalje. Prandaj janë këto kaq pak se mund të kishte edhe emra të tjerë nga Shkodra që kanë, por si ju ishit aty për gëzime për gjithë këto emra, ja edhe një herë i rikujtojmë duke nisur nga xhinia femërore që Nora Deda, Mark Roçi, Artan Kalaja, Aleksandar Liçeza dhe Besnik Lisha dhe Sokol Halili, që është antar i kryesisë së Federatës Shqiptare të voleybollit. Respekt për këto figura që kanë kontribuar për vite e vite me radhë në këtë sport. Kalojmë më njëherë tek Atletik Klub Shkodra se na vinë edhe pamjet nga suksesi i këtyre ekipeve në Itali në turneun që si zakonisht merr pjesë në mënyrë tradicionale dhe sistematike. Atletik Klub Shkodra, shikojmë këto pamje e dërë që ka pasur një organizim të mirëfillt dhe keni pasur edhe jehon, edhe dorë trugitje edhe respekt nga publiku. Është shumë e vërtetë. Organizatorët, këto është momenti kur prezantohet Atletik Klub Shkodra. Është të marrë kupen. Është bëhet parakalimi para gjithë tifozëve dhe stadiumit. Si mjetë ka kënë një aktivitet shumë i veçantë, edhe mas me thonë njënër aktivitetet më të bukura që kena zhvillu, edhe ka shku në mënyrën më të, jo vetë se ka shku në mënyrën më të mirë të mundshme, po kanë shku gjitha gjanat jashtëzakonisht shumë mirë. Du me falenderu gjithë stafin Atletik Klub Shkodrës, që nga Elton Bungoja, që këtë rallë kena pas sërisi, na ka pru një lojtar nga Amerika, një lojtar me ngjyrë, me emrin Blake Reiners. Ka luajtur për ekipin Ka luajtur për ekipin Atletik, nuk e di nëse regjia i ka fotot për me ne diftu, ka luajtur me ekipin me U15, me U13 dhe ka luajtur edhe është aktivizuar në finalen me U15. Do të jetë me pas disa foto, po të përfundojnë pamjet dhe po ishte ndërkohë bëni shornikën e plotë informacioni. Një risi shumë e bukur, është hera e parë që na vjen një lojtar i huaj në akademi dhe fëmijët e kanë mirë prit, edhe ka bërë një paraqitje jashtëzakonisht shumë mirë. Ishte një lojtar jashtëzakonisht me shumë cilësi, ta shifsh një djalë 12 vjeç me gjatësi 1,72 cm zharr rrallë. Do të qëndrojë në Shkodër ky? Jo, është në Amerikë, ka shku prap në Amerikë dhe do të kthehet mbas 2 muajve, ka një provë tek Akademia Veronës. Bukur. Gjatë turneut ka pas menaxherat që e kanë pa, edhe kanë spikat, edhe kanë siguru një provë tek Akademia Veronës. Dhe shpresoj që ta kalojnë provën dhe pse mos më pa në Europë duke luajtur futboll. Por krahas këtij lojtari me ngjyrë ka spikat edhe Sjar Hoxha me 7 gola të shënuar. Është shumë e vërtetë, Sjari nuk një lojtar me shumë perspektivë. Është shumë e vërtetë. Tek U15, Tek U15, pasi Sjari nuk është që ka spikat vetëm të turneu, po është edhe golçënuesi i parë në kategorinë e parë, ku marrin pjesë me 13 gola.
Është një lojtar me cilësi të jashtëzakonshme dhe shpresoj që të vazhdoj me punu kështu. Tullin kokën edhe të punojnë se ka shumë rrugë gjatë përpara. Me heret përmendën presidentin përveç Sjarit, të Kupës 15 kemi edhe portierin Genis Moja, që është përmendimin tim. Që priti penalti në final. Ka prit 2 penalti dhe është lojtari i kombëtares. Është të kombëtarja U14, është lojtari i Grumbullum. Dhe ai është një nga lojtarët më të mirë që kemi te grup moshe U15 dhe shpresoj që të ecim përpara. Edhe është një kënaqësi kur i shef ta djem që i keq që nga mosha 7 vjeçe, 8 vjeçe që arrin suksese të tilla është një kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe për ne edhe gjithë stafin. Ju thot më herët që në moshën 7 vjeçare keni spikatur Kevin Aronin, Arisin që është pjesë. Edhe Ron Jukaj, edhe Aris Hara kanë qenë pjesë Atletik Shkodra. Stafi, si funksionon, ju përmendet presidentin Mungaja që për momentin është në Amerikë, po që atje kontribon dhe menaxhon klubin. Kryetrajner është Elis Legata. Elis Legata, po është shumë e vërtet. I cili është edhe trajneri portierëve të ekipit kombëtar, të femrave për krah teknikut shkodran Armin Grima. Është shumë e vërtet. Du mi falenderu gjithë stafin e Atletik Klub Shkodra për tonë punin e palodhën, për gjithë sakrificën që ka bërë për që kjo turne. Ka shku në mënyrën më të mirë të mundshme. Gjej rastin falenderoj edhe profesor Kaloshin, që është një ndër trajnerët më të mirë edhe më të suksesshëm të akademisë. Sajmir Kaloshi. Trajneri i ekipit U15 që ka fituar edhe trofeun. Kampion. Ishte një diçka veçantë pasi ka 3 vjet që nuk kemi marrë kupë nga ky turne. Dhe ishte një gjë veçantë, gjej rastin ta falenderoj profesor Kaloshin, profesor Ermalin, profesor Kristianin, Ermal Haxhia me emra. Ermal Haxhia, po, Iliran Trashanin, trajnerin e portierave. Edhe blerin më të fundit që është Erion Vuca, normalisht trajnerin e U11, po harru. Blerja më e fundit, një lojtar shumë i spikatur që luan edhe si kapiten tek Shiroka. Tek Shiroka, po është shumë e vërtet. Gjerastin e ta falenderoj edhe për Serionin pasi ka bërë një punë jashtëzakonisht shumë mirë me grup moshën e U11, duke dalë në vend dytë, ka pas fatkeqësisht kjo futbolli, kemi hangë gol minutën e fundit, në sekondin e fundit, por nuk kemi çfarë me bë. Përmendet stafin, por me sa pash me ekipin edhe në nisje, por edhe gjatë pamjeve Delfina Puka, fizioterapistja e mirë njohur në Shkodër që kontribon për akademinë tuaj. Po, Delfinin e kena pas fizioterapiste dhe mjeke, se na shkojmë me një turne, na marrim edhe mjeke, marrim guzhinjer për me ba me hangër të hoteli. Është një punë jashtëzakonisht shumë e madhe. Funksionon si staf. Ma shumë me thonë si familje, që kur den me shku dikun i merë, shkojnë tanë pjesëtarët në aktivitet. Gjerasin mi falendru të tanë, për tanë punën e lodhën edhe për tanë sakrificën që kanë bërë, që gjithçka ka shku mirë. Regjia ka dhe ndonjë foto që mund të shoqërojnë, por një koment nga homologu juaj, Arben Bramezet, që po aq pasion tek Akademia Vllaznia. Me shumë kurreshtë po shifsha stadiumin, sepse para disa viteve kena qenë ne pjesëmarrës me ekipin e femrave të Vdorit. Kena dalë në finale dhe kena merituar vendin e dytë, kupën. Po përgëzime atletikut, përgëzime të në akademive që kontribojnë, edhe nuk janë pak, janë 1.300-1.400 që aktivizohen të këzore në e Shkodrës, në futbollin e moshave. Që jemi të futbolli i moshave, me çfarë përshtypjesh u mbyll turneu miqësor me Akademinë Juventus të Londrës? Po, tash rrallë parë përgëzojmë drejtuesit e akademisë që na bën të mujtë një përballje të tillë me homolog ton nga Londra. Me të dy anëshet mendoj që shkune shumë mirë, ballafaqime që i shërbejnë shumë për të ngritur edhe për të pa pse jo edhe nivelin ton me homolog ton në Europë. Po, klasi e madhe për fëmijët, përjetuan emocione krejt tjera, të bukura, çdo neshë është e bukur, por sidomos kur bën neshë të tilla ndërkombëtare në këto mosha, bëna unë 11. Pra me të kënaqur si aktivitet që u zhvillu, për luajën që është zhvilluar dhe për rezultatin në mënyrë absolute. Po, Eder? Është një gjë shumë e mirë, është e thetë dhe profesori. Po shikojmë atë foton që kërkove. Po, që Jako është ai lojtari me ngjyrë, është në midis mbrapa flamurit të Shqipërisë. Është një gjë e mirë për gjitha akademitë që marrin përsipër me bë turne. Turnet janë
gjaja ma mirë për fëmijët, pasi i lidhin edhe ma shumë me njën me tjetrin, pasi ulltojnë bashkë, nuk janë, si janë stërvitje vetëm 2 orë, kanë me kalu tanë javën bashkë, ose 4-5 ditë bashkë, edhe kjo gja, kena vore që i lidhë ma shumë fëmijët me njën e tjetrin. Krijojnë mësime edhe me të edhe krijojnë mitësi shumë të ujtë, bëmi po, në për foto, në për rrjete sociale. Kjo është sporti, pra, kjo është sporti. Kjo është futbolli, edhe sporti që i bashkon njerëz. Ne ju pam dhe ju shoqëruam në nisje për në Itali dhe pam një komunitet të familje të prindërve shumë entuziast, të kënaqur duke përcjell fëmijët e tyre tek autobusi, një pjesë të rrallë kanë shkuar me autobus dhe një pjesë me avion. Si mjet kemi pas një organizim nërsh, pasi një pjesë që kanë pas dëshirë me udhëtu me autobus, kanë udhëtu me autobus, ndërsa pjesa tjetër që ka pas dëshirë me avion, kanë udhëtu me avion. Është një gjashtë shumë e mirë. Gjithçka për kryer, urime për dhe përgëzime për to 3 kupa që na keni sjellë, na keni zbukuruar studion dhe suksese në kampionatin kombëtar dhe rajonal dhe për të përgatitur për turnet e ardhshëm. Përpara se ta mbyllim, dua t'i bëj një surprizë Mark Kroçit, regjia duhet të ketë një foto të hershme kur Mark Kroçi është shpallur voleybollisti më i mirë i Shqipërisë. Kam pasur kënaqësinë të jem në atë momente në pallatin e sportit, shikoni Mark Kroçi. Dhe për krati është një emër po aq i njohur në Shkodër, në shumë fusha, Filip Kroçi, babaj i Markut. Emocion, Marku. Janë zakonshëm. Janë gjëra që s'kthehen më apo janë kujtime shumë bukura. Është momenti kur një shpallur voleybollisti më mirë i Shqipërisë. Është viti 1985. 1985. Në Shkodër. Ja pra çfarë bën media ato. Çfarë nga Marku. Ishte një foto sa për të rikthyer në vëmendje. Ne kemi folur dhe do të flasim edhe për karrierën sportive të Mark Kroçit sepse ka shumë për të thënë, por një pjesë e saj është edhe familja Kroçi dhe pikërisht Filip Kroçi, i cili krahas të tjerave ka dhe kontribut si pjesëtar i operës parë Mrika në teatrin Mëngjeni e realizuar në Shkodër. Rolin e gjyshit no. Rolin e gjyshit? No. Tek opera Mrika. Kjo është Filip Kroçi, se sapo e pam në foto babajin e Mark Kroçit. Jemi krejt në mbyllje, tashmë do të japim edhe 2 informacione për futsallën dhe për boksin. Në fakt ne kishim edhe një intervistë me drejtorin sportiv të futsallës, Arben Xhaferi, që flet për përgatitjet e paraklassikës Vllaznia Tirana, që ka qenë për të luajtur në Shkodër dhe është postuar të luajë të dielën në orën 20 në pallatin e sportit Hasan Rusi te kryeqytetit. Ndërkohë që boksi, edhe këtu patëm të planifikuar një intervistë me kryetranerin Zef Gjoni, që ka folur në prak të turneut memorial të boksit Vllaznia 2026, që nise të premten, pasdite në orën 17 në pallatin e sporteve Qassim Dervishi dhe mbyllet të shtunën paradite me finalet në orën 11. Për arsye kohore që u zatëm jo pak edhe sidomos tek futbolli, tek tema e zgjeruar për shumë elemente, në pa mundësi nuk arritëm të transmetonin këto 2 intervista, por jurojmë suksese futsallës për një fitore ndaj rivalis direkte për titull Tirana dhe suksese boksit shkodran, ku krahas ndeshjeve olimpike amatore do të jenë edhe 5 ndeshje profesioniste. Tu mbyllim. Profesor Marku, faleminderit për praninë në studio dhe për mendimet se dhat, jo vetëm për voleybollin, por në tërësi edhe për futbollin. Po të shina pjesa jetës tonë më madhe, këtu ka kalu edhe diçka ka met prej të kalumës. Parmeza, faleminderit, suksese me Akademinë e Vllaznia. Zmiani edhe një herë urime për këto 3 kupa dhe suksese në vazhdimsi. Në unë Gaspar Marku së bashku me kolegët e pultit të transmitimit të Ensar Basha dhe Fleran Gerdani, por edhe montazherit e Ledi Dani dhe Orim Hysa, ju përshëndes dhe ju lutem takim të mërkurën e ardhshme, sepse sot është në fakt e njëjtë për arsye të ndeshjes së djeshme në kryeqytet e spostuar me misionin, por Studio Sport vijon i zakonisht çdo të mërkurë në orën 20:30 dhe takohemi të mërkurën e ardhshme. Deri atëherë mirupafshim.